I pest I duelit e t'ju themi shikues të nderuar se ky duel duhet të zgjasë apo është para shikuar të zgjasë 12 runde deri më tani në rundet e zhvilluara mund të themi se për një nuancë në përparësi është Tony Thompson. Shumë do të ketë më tepër lëvizje ndoshta Luani për të ardhur në një moment po përvoja e amerikanit është shumë e madhe. Një goditje fort Tony Thompsonit në dorën e majt ndrohet mjaft mirë në mundësit për të marrë në një goditje dorën e majt ndrohet mjaft mirë në mundësit për të marrë në një goditje nga Luani. Kjo thashë edhe në fillim se mjaft mirë është studiuar lufta që bën Luani. He's going to Batty! Oh! No blow! Oh! Ndoshta duhet të kërkoj luftën nga Turqia pak më tepër. Janë Krasniqi të kenë ndonjë uppercut të cilët vështirë të plasohen në këtë mbrojtje të çelikt në të themi të Tony Thompsonit. Rrezikon në disa momente dhe Luani për të ardhur dhe në të pozicion më i mirë. Jemi në përfundim të rundit të 5. Ja, është imbuluar tërësisht Tony Thompson. Ndoshta detyri i rasti Luanit për të pasur mundësinë të ndonjë lufte më të hapur të cilën nuk e pranon në asnjë moment Tony Thompson. Ndoshta është kjo mënyra vetëm për të sakrifikuar diçka për të arritur diçka më tepër në këtë përfundoi edhe që ndoshta nuk e kemi pritur që të jetë kaq lehtë një fitore, që ndoshta nuk kemi pritur një përballje shumë të fortë Luanit në këtë duel. Megjithatë u pa që prej fillimit të rundit, prej fillimit të duelit një ofanzivë e madhe e Tony Thompsonit e detyron zhvillimin se nuk është sport, dikush duhet të fitojë duele të nivelit të tillë, nivele të tilla të boksit. Pra ishte ky një duel në versionin VBO, edhe nuk është I pakënaqur dhe Luani në këtë duel. Ju uron për